E që tash jena gati. Dirigent me dy gishtat mesit. E luj futbolin si kom të mesit. Ej, Santion, a mu i dole? A dole. Vishtë prem të pushim. Hitë se na do po. 2 vesht mu kanë shërdu për tyje. Min Roma, Klan Kosova, robi plakët kur dën vet edhe këtë premte. Po na afrohet vera. E kemi pushim korikun edhe gushtin. Diasporën e presim me na ardhë, me na gëzu, me na lumëtëru. Pa diasporë, babuka. Babuka. Leku. Ta bureku. Levreku. Hishet je leku. Dhem ka pak bëbregu. Luksor Hoteli është në dalje të Kosovës që futësh në Maqedoni, në Blac, pra në kufinin Blac, me një nonën e djathë Luksor Hotel, aty mundet më kalu një natë fantastike. Kështu që vizitone atë vend. A Tuborgu është bira ma kvalitet në rajon, në treg, edhe une e pi kur dal, edhe kur festoj, po edhe në emision. Edhe në emision ja qeli santit. Jo, la s'pëta më qeli, për pëta qeli, s'heket aja kur që. Më thonë, vazhdojnë me folë, atin, se erdhe e njoni po, këtë se hek, po. Se pi dhe nënë zvike pi atjet, po, që atje kish banesën, e par këj ke kerin këto. Hek më ta shumë. Ate gëzuar? Gëzuar me Tuborg, po mos haroni se me Tuborg mujnë edhe këto mu kombinu, këto mikset që janë të mogi. Mogi do me thonë, kejt qka të vymë bre babuk, se do mos ty. Sportist, skiator, tash po vjen vera me zës po bret me shkua, kemi shku bale me 25 maj fillon të, me njerë. Bravo babuka, edhe pse mirët me sport, prap, jënë do mikse që i ka bu mugi qëtu. O, pasha shpirtën e nëllës. Që shajdu në babukës? Pa e qko, cili foli? Mugi, nëse leni pa i provu. Reklamimin në aeroport. Si gjithmonë. Reklamën e biznes të tuaj në aeroportin e Prishtinës në numërin 049-165-444. A di shumë do këtë vetja si ato që i kapshin topat. A të nështë? Po. A i numërin vrapsht. A jo të këshyrë vetën, që shpër do këtë a i numërin vrapsht këtë po. Ej, më redoj. Ani, më keni gjithë bëdhollë, unë i këqe. A e din cila është specia maksimale e seksit? Ja. 68, se në 69 rëtëllosh. Ha? Mentor, kush është presidenti i Amerikës? Se di mësuse. Mentor, kujdesu ma shumë për mësimet. Mësuse, tja e din kush është Adelina. Jo, mentor, nuk e di. Mësuse, kujdesu ma shumë për burin. Ajtë sori, apetim. Se Santiona si kupton. E ka... E ka shtikarit piqë. Bre. Rejtë shkon nga një ashtë. Pinol polici 3 veta në motor. 3 veta në motor? 3 veta në motor. A e një për normal, poshtë, zotin me e një normal, qëfar trafiku në Prishtinë e keta në këne, qysh 3 veta në motor?
3, ky shoferi, kur këthet, uk, pas ka ro Qamili, 4 kohë. Këthejemi pas një marketingur shumë të shkurt. Vazhdojmë me musafirin. E pa unë bërko, eftojmë në skenën e Robi Plaket ku të në vetë. Anisa Smojlaj! Bravo, bendi. Anisa shoqja jonë, që bjen herët e qohët vonë. Anisën e kom kolege, shoqe, New York, performojmë bashkë. Qo babuka, spirik e bëtha me një vend, spirik e që. Anisën e kena nga Shkodra, baba. Po! Jam të jesë me brida, sa e bukur, na kek ka qyda, qyda sa e bukur, qyda sa e bukur, Rema edhe Anisa sa të bukra jeni. Për santin s'po flasim. Ama petur e maj forti, ma. Kështu maj forti. Anis, faleminderit që ke pranu edhe që ke gjithë ko me orë sonte. Masia është e jamja gjithmonë. E kena bu muhabet disa ere, kena bu muhabet edhe në Amerikë, po tash ke orë dhe por... Erdhi vakti. Erdhi vakti. Qa të ndodhë, qka ka tre, a je këthy, a qka do me bu? Nuk jam këthy, por që jam të i kushtu shumë kohë Shqipërisë për momentin, sepse e kam thënë edhe ma përpara jam të dashtë me investu shumicën e kohës teme në karrierë. Normal. Që mos me met me mikrofon live-it në dorë. Qa ashtë është? Por jam të kalu shumë mirë. Ti e din mirë që në Amerikë, sidomos në New York, kanë shku shumë ma herët Haxhi Maqallara, Merita Halili, e plot kanë met atje, dhe me thonë, është shumë largë, dhe po su ktheve këto, po zbone albume, zbone projekte, jetë pak si mrapa që tojnë. Ka darsma, mashallah, sa dush edhe atje, edhe, po ndryshë është kur t'je këtu pak ma shumë, kështu që mirë ke bo. Që do që t'ki nevoj, që ku e ki edhe një bend sonë të kena mi testu, po, shamëll. Ujna me knu diçka, e shofim pastaj, edhe shumë mirë ke bo. Ti në Shkodër jetan, apo? Jo, në Durrës e toj. Në Durrës? Po. Po Shkodrane je? Shkodrane jam. Edhe shpil Shkodër nuk e shes. E nuk e shes Shkodër, shpina, bravo. Shkodra jenë pak si Gjakovara, ju i dëni që se kongët... Ashtë vend i zemrës. Po. Ne kena Gjakovën, edhe vend zemrës, edhe pak një vend tjetër, mropa zemrës ma poshtë. Sa shumë knacime të posë në studio, dhe të më vjen shumë mirë që për takoj një Shkodran, se s'm ka ro, nejse, Luizin po e kom taku. Edhe e kena posë në Big Brother një qik të Shkodrës. E s'ta ka zoj qdo, se këta e kanë po, Olba. Edhe ishim të kuzhina, edhe ma buni për drita. Po. Unë i thash s'ko kanë të punu, tha, i to i tu? I to i tu? Thash qysh, tha i to i tu? Thash a i tu full shqip mëj, që to kishë, i to i tash. Shumë nëzeshëm, se edhe Ulqini, edhe Shkodra e në aty ofër. Ja, asë njerë mi ngusna. Ne kena thirë mi respektu, edhe këmë në aknu Anisa, po pak një intervist, ha?
Po. Hajde për shembull Po, Santi. du të më na tregu që shja ka fillu më marrë me muzikë për njerëz që... E po, fillimet Se e di, tuja, që qysh ke kanë qenë zbuluar këtë, po. Unë kam qenë shumë e vogël kur kam fillu më marrë me muzikë. Mund të thamë që kam qenë 4 vjeçe, ashtë historia klishe që të mërë mami për dore, të të ti e zoja me kënu, shko këtu, shko aty. Dhe me thanë shumicën e viteve të karrierës, unë ja përkushtoj në anës teme, se ka kenë suportusja ma male, edhe ka kenë ajo që më ka shtypër me marrë këtë rrugë. Tu që ki vesh muzikë, se ka plot aty dhimër, kënën, ta nditën që të në Po jo, shtypën. ka kenë edhe koha që shumica edhe nuk janë leju prej prindve, se puna mentalitetit, se në Shqipëri është pak më ndrysh. Edhe Kosovë kena posa si po Por që kam fillu shumë heret. Nërsa pjesën e live-it kam kenë 14 vjeqe kur e kam fillu. Edhe nuk e kam lanë qysh atëherë. Rrët edhe atëherë, 14 Edhe vjetë. atëherë kam kenë e vogël. 4 vjetë përvojse, 18 vjeqe. 18 i kam bërë për një javët. A nisë qysh pa të shku në Amerikë, qysh ka ardhë puna me ikë për Amerikë ti? Një në arë lotaria familjarisht. Po, kena shku me lotaria amerikane. A egziston që kjo lotaria mua nuk e më, dhja? Po, a? vjetë për Për Shqipnisë shumë kanë shku, edhe për Kosovë, po për Shqipnisë shumë. E dojnë, tash mos duam kështu, racita po e dojnë racën e barë dhe shqiptarët që në punëtor. Jena shumë Edhe punëtor, Amerika, është vërtet. edhe në Kosovë dhe në Shqipni shumë kanë marrë kështu me lotari. Ju ra komplet, ju Po, edhe. një në ra komplet lotaria dhe shkume. A u këthin këta tjerë? Qoftë për atje, baba nuk e ka pas qef Amerikën. Se ka pas qef? Ja, nuk e ka pas qef, kurse nana ka jetu me mu. Ka ardhë, kena naj bashkë, jena Po, se këthy, kena dyshmeneti mi marrë ato green cardën ato, se në Je, bërë ato procedurat e veta që Po, janë për qashtu. mu, po, deri, dhe më thonë, 7 vjetë në e në bashkë jenë atje. Deri më sot. Deri sa. 7 vjetë që jenë atje. Atër pas ka që atër fillimet e tuja, unë e pas në ataku. Po, në fillimet e mija, po. Fillimet e tuja që. Po, që ishte, mund të thamë vitin e parë ose dytin, Qashtu që mund kam të pas në qenë, po. Amerikun e na kena punu bashkë. Edhe më ndej, kemi bashkëpunu dhe në për shtetet tjera, shkeshim bashkë me Anisën, atë në pëtëshin atë nej kankëtare, me marrë, s'keni nevojë me bo viza me orë për Kosovë, se kemi një New York, kënën si bilbël. Edhe qështu kena bashkëpunu disa Gjithmonë kena kohë. kalu mirë bashkë, faleminderit shumë. Album, a kong kështu single kime qitë, kështu projekte, a që Jam shetu të bashkë, punu, po jetu punu. jam të punu për 2 dueta. Jam të punu edhe një kongë që është për dasma. Edhe kam lancuar pjesën e refrenit TikTok, po nuk e kam nxjerrë hala, sepse është prapë në proces përpunimit, ti e din se si shkon pjesa e klipeve, e rregullimit demove, njëna tjetra. Por që me kismet zotit, do t'i hellit ala prej herit. Bravo. Kam nëjë vite pushim, kurse tesh, Tash po, qashtu është. tesh e kam shlu muzikën pa dur krejt. E reje, talente sa dush, letrat i ki, me u tush, këse adin edhe po kam probleme që tash përshamë që edhe në Angli, Po. a kena me knu. Me datë e Me kena, datë se e qa dëna me ba, nuk e di. Kismet. Të regëm, si a ke bo me apartament me banesa tje në New York, a jetu e majt akoma, Po, normal, jam të e majtë, se vazhdoj me nuk është majtë. let. No, nuk Se është edhe let, po, kushtojnë edhe ti kur vjen me nejtë, tu ka 5-6 muj. nuk është let, po nga që jeta jam është midis Shqipërisë edhe Amerikës. Ti e din se si janë procedurat mja fillu edhe herë prej fillimit. Shumë Që vështirë. ma mirë më kushton për me Me majtë pak majt, mujore, qa se është. sa me fillu edhe herë prej fillimit. Plus që me tanë të roba që kena ne, vajzat, nuk ka shpisi me manë. Problem. Duhet mi shpërndarë atjerë këto. Shumë, edhe keni hargjime shumë. Shumë. Po, bukuria kushton. Bukuria kushton, qashtë është. Edhe na i kena do hargjime na moshke. Që si do. Ha? Po shoh zotën dhe në Shanë, po, këgja. 9-1, që i ban tana. Mu merë ku mu po gati ma shumë si Santion. Si Santiona, po shoh zotën, po. Edhe një, do të mu... Bicikata Ha, e. do mu bicikata. Kur ti bëhesh 72 vjetë. A ki na i bashkëpunim, po. Po du me pyta Anisën për një video që i ka bu viral në TikTok, ku kënën pa mikrofon. Aso në përgjësejëm, për viralitet e përgjëse. Apo nga të regon ma shumë me një naj e kondi që ka Po, përbu. kam kenë me një nej, kam kenë Angli, edhe krejtë rasisht të dinë se si bojmë atë pjesën tonë, që mundon a bë atmosferë, me i përfshi njerëzit dashamirësat e muzikës tonë, unë të pakten këtë mundon me bë. Kam shef shumë me i përfshi të performancat e mija, sepse du që të shkojnë shpijet majnë me ndiqka. Një prej dashamirësve ashtu ka ba një video, ka halë TikTok, edhe unë nuk disha gja, që e kanë postu. Veç kur manisën e nezme, kështë shku video 700.000 sa mi klikime, atë unë nuk disha gjë, po ashtë shumë nice, kur ta Qysh vlerësojnë. nuk është. Edhe
Kur je këngëtari i live-it dhe kur ki përvoj, do me thonë, je mësum me punu në qëfar do kushte, e me zhurma, e me zërim të keq, me zërim të mirë, e në tylle farë lokalja, po këpëton edhe nuk ankosh, me thonë elë shumë mazane që të shka, e zë të vinë mikrofoni heq, edhe në kur djenë momenti aty, edhe se unë e kum pa atë video. A shumë video lezeshme, mu pëlqenja, është të preferumet e mija nëse mundë me thonë. Edhe pas ka lezë, Gogja, Po, ka i të pagi. Videoklipet po investon njeri so lekt edhe në... Nuk po ecin. Cila kongë e jotë ja menon që të identifikon deri tash mas miri? Kongë e jemi, ja? Kongë e jotë, ja, po. Nuk kam shumë projekte në YouTube, me thonë drejten. Kam, por jo diçka që mund thamë se më identifikon mu. Jo diçka që më bashkë më identifikon, por as që diskutoj, konga shkotrane, unë e kënaj besoj më mirë se tana se është jam rritme. Je rritme, qashtë është. Edhe e du me shpirt. Na në New York, në ato mëramit edhe kudo që kemi shku në shtetet tjera, atë ta bojmë atë duetin, që kom... Po, son të kena me promu. E bojna bashk duetin që kom me Elin, një kolege tonën, edhe... Ja vëshan, Anis nuk e di tekstin. Qush më kongën tonë e burë se delë, që kjo ketë kongën të në, po, ja vëshan, që pëse në zerim në internet. Edhe, kjo knejke njerë, unë e knejsha njerë, ka fundi, edhe që ja nisin më shpëndarë, më në përshpia njerës, ta në knej, e knejshim duetin. E son të kena me provu këtu me bendin tonë, edhe një kongë tjetër, që ka dush, dy kongë knej. E zgjedhe mande e këshyri me qka po bojmë, po na po shkojmë me duetin, vetëm një mesazh më duket është titulli, që ashtu. Kthehemi pas pak me kongën vetëm një mesazh.
Bravo. Bravo. Anisa Knonalt, se originali është në la, apo a që i thojmë na në Kosovë, e këto e bënëm në si, në hash. Po, dul super. Santion? Cili zhanri këngëve të pëlqen mas shumë të me këmuj muzikës? Që pëlqen mu personalisht si artiste, rock edhe blues, unë nuk mund me ndasë, unë gjithmonë kam kënu rock edhe blues. Por që të vjen puna, adin duhet me abo qefin tanëve, duhet me kënu pak me tupana, pak me defa. Po që muzika shqipa shumë e buka. Me tupana, që është një kongë bini, ju tupana, ha? A e din? Por zotin, edhe shtër kemi nga krumani. Bravo. Me kënaqësi. A e ki nga i këngëtore ose këngëtore që të pëlqen shumë, që e ki si idol? Nuk mund thamë që kam një idol. Si model, adin që e ki si model, adin që i këshep, adin, edhe mos me qenë shqiptare. A greke, a bugare, a rumune, a beson se duket nështë shumë pyetje klishe, po s'ma kishte vakush ma për para, dhe nuk është të është do të venaj mu mendu, qa mund të në gjajon ma tepër. Asune se kam në njështu, kam qef, Unë i në kuro mirë, gjajton, ketë në gjaj, po, si të është mirë. Unë kam i diçka që këngëtarin e mirë, unë kam qef me vlerësu, me ndëgju, me suportu, edhe, adi në makinë te me qesnijet, fillen me rap, maron me Rapsoda. Me rapsoda, me qatë dushti, qasë njët aty. Sepse kam qef që me zgjeru atë hapsinën te me muzikore që kam si artista. Cila ka qenë ajo konga, cilën kongë e ke këndu në Londër ato pa mikrofon? O, atë mishte mi, shoshni, të gjithë dhe kejni ti, sa shumë e deshta. Te Uta Selimi, a? A, do të po. është shumë kongë e bukur. Nice. Hajde, Santion. Me kënua? Se që është të këtëve. Këthejmë pak edhe të Amerika, për du me pytë që bën një dit Anisa në Amerikë. Një dit në Amerikë. Qyshe kajla një dit në Amerikë. Dita jame fillan, edhe në Amerikë si në Shqipëri, fillan me i kafe turke me nanën teme. Ajo është, na thojmë the highlight of the day, dhe më thonë është pjesa e preferume e ditës teme. Se jenas, unë motrat nuk i kam atje, dhe më thonë njën e motër e kam lërgë, tërse tjetër e kam Shqipëri, edhe e kam mamin si shoqe, si motër, edhe qëto gjana tona që na nollin, i diskutojmë tonë ditën me kafe turke, është fix Albanian breakfast. është me gjesi shqiptarë. Edhe mund të marrë mamin, dalim shëtitje, nëse s'kam në i punë me kry këshu personale, mund të marrë mamin, dalim shëtitje, ajo ka qep me dalim Times Square, me shëtit me pa ata nërtesat. Ka shumë interesant, kam 7 vite që jetoj atje dhe sa herë që dalë, më duket sikur jam të e pa për herë të parë. Bashkë qashtu e ka Manhattan, e ka një farë qësi. E ka vibe-in. Qashtu e ka. është shumë interesant. A dy dhëmë, se për më përqenë me loqe 25 vjetë që të vinë në së të po anë i këni. Si do mos hotelin kur të merë aty, as të vinë kera, as taksi, as këtë gjithë me dalë me hecë. Del kami këta në ofër. Që tash që kem që ke storme, që në nëzuni dhe ushtynë fluturimit, me sinoni do me thonë, veçonaj, kur kush s'kish dalë, as këtë as kera, as këtë bura dhe që të. Lezet, me dalë me është hecë. shumë nice. Dalim, shëtisim, ikim në dyqan, na të dyja jina këshu, na në Shkodër thëmë maraklije teshash, maraklije fustanesh, e gjanash, dalim dyqan, shkojmë shpi, bajmi dark. Am kuptan është dita thjesht, nëse si jam të punu, kam shumë qep, më pëlqen ajo, nuk mund të thamë vetmi, por qetësia jame. Më pëlqen qetësia jame, më pëlqen me naj me një rreth saktum njerëzit që e di se mdojnë edhe i du, edhe nuk pëlqen me u... edhe pse dukem shumë friendly. Nuk është se s'jam me pasho shnushme. Je friendly kur jenë koncert, kur jenë mramje, je pozitive me ketë ata që në aty, po... Por atë kohën teme e maj shumë të qmushme. Kohën teme maj realisht shumë të qmushme. Bravo. Në cilin qytet, në cilin pjesë New Yorku të je? Staten Island. Staten Island. A pëshet se do shta me pyt, Shumë lezeshme. Po. A janë edhe ullqinak aty? Staten Island ka shumë. Po, shumë ullqinak ka të ne, ka shumë. Edhe se këta e në Shkodran, edhe njekin njën i tjetër në ty, se edhe Shkodran. Po, na flasim, interesant, na gati flasim i saj. Po. Edhe ka edhe Dibran, po qyshen të ndomi interesant që shkan shku para 50-60 vjetë,
se cile ka ngre njën një tjetërin, atë të vetin. Po, E janë të ndome, për shumë, dhe në Bronx ka tjerë, Kosovarët, kur kanë shku këta gjatë lutës, që ty në Bronx, edhe janë ma lirë, pak edhe albanesat edhe pun ka, edhe me punu për shqiptarë, aty ka lokale, gjithë edhe që aty jetë mos, pritan edhe me ndru ma ne, lokacionin. Do me thonë Staten Island. Po. Nice. A ka i që shkodran në New Yorku? Ka baja gillën, Staten Island ka shumë shkodran. Arsye pse unë e kam zgjellë Staten Island është sepse në qose e venëri, janë ato qytetat e tjera të New Yorkut, janë knajt, bashku me bashkë, nësa Staten Island rrinë nejtse. Qartë të ndonë, asë rinë. Nëse unë du me të pa ty, unë vjetë shof. Nëse s'du me të pa, ti s'vjenë me pa mu se jam lërgë. Kështë që ta thamë kështë si alla shqiptarë, se i thashtë edhe senti që pjesa e kohës teme të shmushme, e kam praktiku edhe njëtë edhe në qytetin që jetoj. Am kupton që t'jem edhe afer punës, po edhe afer qëtësis teme. Super. Përveç New Yorkut, ku kishe jetu dikon tjetër në Amerikë? Në Amerikë? Në qaro me shëtit. Edhe do shtetet që në atjetë që s'kisha shku me ma falë. Do Indiana, Wisconsin. Janë shumë lërgë. Largë janë edhe... Edhe janë pak se të vetmume. Vetmume, që shtu po të qka vjen burë shumë ftoftë. Edhe New York është një ftoftë, po bile ki New York, ki pune, ki gjithë shka ondër e gjithë kujnash me shku New York. Me jetu në Amerikë, me jetu ndër si shtete, mështë jo përmeni emrin se kena dhe atje njëzë dhe fonsa dhe aty në mujnë me thonë bëzë përna shonë venin, po s'ka me New York. Se di, mu New Yorku më pëlqen, por edhe Florida nuk është keq. Edhe Florida nuk është keq. Aty në motrën e kam West Palm Beach. West Palm? Po, West Palm rrinë motrën. Aty kam edhe shkaj shumë shpesh. Atë realisht është të bukur shumë. Hiq. Sa është afër Bokës, ja. Bravo, Bokës. Je ofër me Miami. Miami në ki 20 minuta, beautiful. Hajde Sikon bro. Amerika? Ata marrin. Den që kom qef me shku. Pa ta bu një vizë, Gjermanisë. Vizë punë. Edhe firma me FaceTime, ama Gjermani kër jemi qysh. Se i ma përse gjysë trukës. Që ta shekirë dhe nisën edhe... Po vdo, jo të prit kush për merë. Ja, hajde, valla, e ke derë në hapë. Sa herë të vi në rruga. E ke derë në qilë. Faleminderit. Ti e për Kalifornia atja. Ona i kanë zetë ko është ma se. Po, zotin. Me bikini në altë, atë nësi që veshin vishë shortës edhe bikini në altë edhe roshla. I të këtu? Që ka dhënë I to i tu? I to i tu? I to i tash. Anis, unë i kom edhe do pytja. Hajde. Me spec. A janë shumë? Ja, pak. Ka dhe që se i vogë. Se i vogë, nuk djekë shumë. Derë të i verdi, okej. Mas pari du me vetë, a je single? Single jam. Single. Mirë. Qa të rekë mas shumë ditë një moshkall? A si je single? Zdo me thonë që po mja. Po dhe. Po, primara është karakteri. Karashka? Karakteri. E pretë që me thonë. Fix. Karakteri, personaliteti që ka si njeri, mu është kryesor jam. Sepse mundet me kenë shumë i bukur, po thjesht nuk përshtaten asi njerëz edhe nuk kep se hargjon kohë. Am kupton? Pamja është një nër... Anja, ajo është plus. 1, 2, 3, 4, 5. Po, a? 4, 5, po. Po, valla. Pas diskutohet sepse mënyra se si e trajtan ti një femën, Po edhe unë e pajtona. si e ban me ullni një femën, nëse unë lidhje nuk kam qef me vesh pantallona. Unë kam qef me majtë fustan. Nëse i mashko mu më ban me vesh pantolla, mu së më duhet që. Bravo. Shumë mirë. Asu nësë jam intollëks. Heq. A përzina, do me thonë Edhe pse edhe kam vesh ndeshje. pantolla sante, ashtu është jam single. Do me thonë, i përzijet moshkulli femrës, mu se vesh të s'ki drejt me vesh këto, apo, a? Kopja të Po, të vesh. pjesa figurative po flasim ne, të pjesa e... Jo, Kjo përshin karakteri. Zune mu silë si moshkall. A kupton? A kupton, se pantollat janë për meshkuj, nuk janë për femna. E, më e djallë. Të spidin do sene. Kene gjithë po dollë? Gjone, grane, po. A në shumë një të përgjish. Po dhe. A ki pas në e simpati, në e kom për estradës? Për estradës, jo. As lidhja, as simpati. Jo, as lidhe nuk kam pas. Unë kam diçka që jam mundu me praktiku gjithmonë, për sa vite pun kam me mend në krye, e rritun automatikisht, se kur je fëmija, është shumë ndrysh.
Nuk kam qef me përzi pjesën e biznesit me pjesën e jetës personale. Sepse nuk ma mërmenja, është shumë e rrallë me pas sukses, edhe unë bukën e gojës du me pas gjithmonë, jo vetëm për një vit. Më kupton edhe jam të mundu, jam të investu shumë, që me arrit aty ku unë mendoj se meritoj për me kenë. Edhe për me elon, diçka, ndoshta mund tjetë e përjetshme, por me 90% përkohshme me mes me jetën teme, me mdiku, faleminderit, me mdiku në jetëgjatësinë e profesionit, karrierës edhe të jetës teme, nuk kisha pas dëshirë me elon. Por jetës nuk i dihet, unë e lanë dorë të mallit. Zot, inshallah më jep dikën si më don zemra mu edhe si e meritoj. Krejt na, jo veçanisha, edhe na. Sa dhe jetë. Vetëm që të qysh, krejt. Se ka këtu të martun, po, ka edhe qenë single. Edhe një pytje pja. Hajde edhe një A ki knu në air playback? Sa jo si vjen me knu është. Po da kja këtru, kja që po kënëm. Playback. Kam një kong YouTube, Kafja e Dashnis, që kam vite që e kam ba, edhe kam kenë me një dasëm di branch, që Roberti e din mirë aty në edhe në ka shumë di branch, kam kenë një dasëm di branch, që më kanë marrë special vetëm për 30 minuta, se qifti e kishte shumë qefat kongën teme, edhe kur hina, thonë, bana playback një atë kongë dhe vazhdova pjesën e... Pa, pjesën tjetër e kam ba live, po një atë kongë që e kishin qef e bana playback. Po këshu me më thirë, me kene ftume për me kënu playback, nuk besoj që do e kisha pranu. Asë në gjirimet vitit 3 nuk di qa me bo. Ma besoj që ka mundësi nuk di me e lujt goje. Sa keq, po, e ma bëshin kamermonat, mos këno për mi, se po dalin këtë damartë atën, e po të skuqet fyra, veç hape gojnë. Smuj! Nuk, kam Unë shumë këtë hape që asos gojnë, di. kam qef atën, me njerë mikrofonin me përdor. Shumë është ndjenje poshtër. Kur kënon live dhe që është ndjenje poshtër, playback, mos ju po qa bërgjë. Ja, ato që e bajnë Bon, Allah, kanë se morë nuk pare, lumen. kanë morë pare, po lumë, asë kanë problem. A ki problem me telat zonit, a ke pia e lumë, po me lumë. Po ja, është diçka se kur e banë për pasion, ke nevoj shumë e marrë atë adrenalinën. Edhe adrenalinën s'ma mërmendja se mund është me marrë në playback. Jo, asë njerë. Ata asë nuk e dhezin edhe bateri s'kan heqë, atë është një letë i këtë. Nuk e di nëse të ka nëllë Robert në herë, se e diskutoj shumë me kolegë të mi. A të ka nëllë në herë me të emocionu vedi kur i të kënu? Qysh jo. Sidomos, kur të është edhe bendi mirë, edhe nin mirë, zërimi mirë, je i miksu mirë aty anë e këni, edhe thu, vetë me vetin që do gjatë këndimit, i thu vetit, se më pillnone nuk kënon gjithmonë që shto, se është e konga e njëjtë. Po këtë në varët qyshje. Edhe të emocionet e momentit, pra ne po thamë adrenalina, është e pasë adrenalina, këtë ajo, që do, këto të playbackat nuk ndodhin. Nuk ju ndodhë kjo kur. A e këshim kënu edhe qatë kongën cilën e përmena bre? Bini jo YouTube, pona, santit, ju lujtë nana. Hej! S'kon qabëj Agnes. Këthejemi pas pak me bendin edhe anisën, po qona dhona në piano. Bini jo YouTube pona, shumë kongë e mirë. Hajde!
Bravo, bravo, bravo. A thot bravissimi a bravissime, a bravissimo. Se ajo hygjenën që e patën musafire. Bravissimi, njajs, ty. Bravissimo. Ej, E bravissimo? tuto. Okej. Po atëre, ajo e pas ka pos gabimisht. Po, dëna e patë misë. Unë e ku posë për ben, për krejt, po dhe. A ki numër sajna? Ne ma moj. Anis, të privë të mora edhe me projekte edhe me ketë qka e ki nërmen me bo në për Evropë, në për Shqipnije, në për Kosovë, apo ki thirje kështu ftesa për në Shqipëri këto lokale që janë? Po, për zoten balë. Ko gjash Se kam Tirana, ken vite që jam largu edhe te që jam këthy, Qashtu? edhe janë kujtu njerëzit. edhe në Prishtinë kime në ardhë. Kime këtu në natën Prishtinë? Prishtinë Për një alos momentin ka... jo, për momentin nuk kam, por që shpresoj t'ju shoh. Kismet kime ardhë të na, edhe kena me ta regullu edhe ti me këndu, se një këtë gjatë kena jetë edhe në Amerikë, edhe nuk të kam po edhe nuk kam dëgju, kështu që kismet kena me bo bashkë. Me kënaqësi. E na kthehemi pas pak me rubrikën e hepsit Pulat e Robertit. Ta shofim se kush komë na thirë në telefon, ose kon kena me thirë na. Hepsi, baba i Pulav, Pulat e Robertit, janë në heps. Mëse leni pa e provu, Anis ka dhe në Shqipnin, s'disa pika i kanë 3-4 pika në Tirane, në Dërmi atje, Bravo. po, edhe i kemi Do t'i provoj. bashkëpunëtor prej ditës të parë. E ti Santion, Se s'deju. apo ma lexon mu, se kush këmë në thirë, se unë pianisi i pari, se jam nga Gostivari. San ti pyet Robertin. Ajde! Në telefon sot thirr një arkitekte, edhe thot që nuk i pëlqen që shjetu e ndresh banesën. Thot, a ma jep një shans, ma ardhë unë me ta ideu që shkish dojnë perfekt. Qka i thu? T'ja love një dyherë, t'ja plosi zemrër. Alo. Përshëndetje. Po, jam në gjirimet e emisionit, po bashkë kemi një rubrikë që e kena të lejume me folë me telefon. Arkitekte, dizajnere, interiera, okej. Po ku ke mujt me patin ato që pëqes, po, që këm bo Robis Choice, është një projekt. Po dhe që po bashkëpunoj me furniture, me kejtë këta që bojnë kuzhina edhe po. Okej. Më falë emrin? Egzafsh. Në dëgjëm, a ki me jetu ti në atë banes, a ko me jetu one? Që po thu, s'të ka pëlqy, ideja edhe ato shien e kitit tjetër, unë e kom tjetër, edhe ato e kom pagu one, e kom ble one, unë e kom jetu aty. Ati që ki nevoj për marketing, për me të supportu, që me të gjithë pun ty une jëm e kom derën qelë, kom qef minimu. Qashtu që i ka mirë. E kur të shenë fund, dalin ato gjirimet që ka përfundu, ki me pa qysh ka me dalë. Balë që 40 vjetë shëtiti, këtë botën e kom shëtit, qka s'kom pa, po prapë se prapë kom zirë diçka që më rjetë mu, së në kom jetu aty. Hajtë, vish një pyjtje të shkurt për ta bëj. A dhomën e fjetjes, a e kishe menu me një pasqyre në altë sasht, 2-2, sasht kreveti edhe në altë pasqyre? Nuk e preferon, a? A përshet që se kena shien e njetë, lo qka me? Ska lidin ndryqimi aty, ska lidin kur gjo pasqyre është, qka do që të bëj? A e më vetë, a e me dykon, me këqyrë në altë vetën, s'ka ma lezet. Edhe ki qka këqyrë pasha zotin. Natën e mirë, të hiftën birë. Me qëfar drejte, a din të më thonë, qëfar gudzimi kanë, së më pëlqeje në apo ma jep një shansë me orë me ta bu në ty e shë që shta bëj.
A ki po që shpërzinë edhe në dukje tone? te? Se që shto ti bën një që shto, o vdo. Nore, syni jam, Unë e di që atu më jem. Nese, mu po më do të më qusë, së mu presh disponimi. Mo, rre dhe pak. Santion. Anisa e ka. Anisa, hajde, lezoja thirrjen Santit. Santiana, në telefon thirë shoqe jote ngusht edhe të pyet. Qa dëshire ke menu për ditëlinje kur I ke fry qirat? Çfarë dëshire ke menua? Po ta ditëlinjen. Kur e kishe? Me 25 maj. Sorry, ti bune me Santion. 8 maj. 32. 32! A s'po gjerë more, Me folë kështu. Ate. Se flasë në zemën, se kap. Alo? Beb, pëse këtu për më thirë? Ermina, folë shpirt. Ti e din në qarë dëshire me nëj, masë më shte me folë në emision të, mo! Jo që. E din qëfar dëshire, po këta kështot. Vishë kom qef me posë shëndetin, e din primare kom, se tjerat, kejti bëj. Po nuk ka që më nalë brejt, po ti e din. Po pash net. Së mëj me bo për gjo. Ashtë e mira, ama të rizone? Ej, a ke dosht kjo për ditëlinjet e tu I fryqirat me menu një dëshirë ti mu bo me mu. O, jo në shkërë, si cili përpëth vetë. Tu je më I pise. Kur do më në orë në herë kështu gjatë gjirime me po që shqibojmë? A ki bo frerë? Pua? Hajtë natër mirë. Se për pengut. Hajde të këshimi. A, te ki. Anisa, sot në telefon ti ki me thirë dikon, se zakonisht na mori neve, po ti ki me marrë dikon në telefon me ja dediku një refren të një kongës. Kë e thirë, edhe cilën kongës gjithë, e shojmë një tash mërë. I tash. Hajde noqe, që ku e ki telefonin, s'po dojna me pas numin as kur gjo, kënë dush të re. Unë e kësha thirë dikën që nuk jetan ma. Edhe ja kësha knu I kongë. E di, edhe mja knu një refren. E ninaj. Baba jem, për ty m'ka marrë mali, kur si dora jote, nuk ma freskon bali. Që pas të vazhdaj ma tepër? Kisha pas shumë dëshirë me baj këtë telefonat I herë. Qikat jënë për babë edhe a I të shedhet njën edhe ka dëshirë të knuti. Edhe ta shti ki mu martua, ki me bu fmi. Inshallah. Edhe jeta vazhdan. Qështu që se ne kena pak emisionin ma... Ta këthejmë, ta ndrova, ta këthejmë. Po s'ka lide, du të me po njerës që na këtu dojmë edhe dashni edhe respekt edhe ketë pa marë për asysh që I kemi ato edhe Barcoletat edhe, kjo është late night show. Po, hajde të këthejmë prap në humër, qia, bashkënonën, inshallah jemi shëndëshë dhe mirë, edhe kretë familjarë tonë, edhe fansat, edhe ku do të që jenë shqiptarët në borë botën, shëndet edhe lumëturi ta njetën, robi plakët këtër vetë, anis të prifte mora. Faleminderit shumë për ftesën, edhe për emocionet shumë bukura që me keni lanë sante. A gjithë më të najsi, shumë faleminderit Santi. Faleminderit Anisa shumë Do që nja nësi. ke mush si të lëtë dhe këtaj, Të dyja I rago. s'ka lidhje. Diaspor, ju dojmë shumë shife me kësaj vere, Anisës suksese në projekte, edhe kretë që do që t'ki nevoj, bendin e ki këtu, Faleminderit shumë. edhe të knoftë zemra ta njetën. Edhe ju. Shife me i të pramë të tjetër.